Klasa e 6 e shkollës jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa realizoi bazuar tek lëndët mësimore ekspozitën Arti në fushën e dijes. Ekspozita ishte shumë interesante, pasi nxënësit në mënyrë krijuese kishin kthyer në vepra të vogla arti dijet që kishin mësuar gjatë vitit mësimor 2024-2025. Mirë se erdhët në kofshin tonë të vogël të artit, por të përgatitur me shumë kujdes. Një ekspozit me temë Arti në fushat e dijes është një mënyrë kreative për të treguar se si arti ndërthuhet me shkencën, teknologjinë, matematikën e të tjerë. Nxënësit shkëlqyen në prezantimin e punëve të tyre, që tregonin imagjinatën, mendimin kritik dhe bashkëpunimin. Arti na tregon për ngjarje të mëdha historike dhe na ndihmon të kuptojmë më mirë historinë. Që në kohë të dashme njerëzit kanë përdorur artin për të shprehur ndjenja, mendime dhe për të ruajtur histori. Arti me histori lidhet me vizatime të situatë të dashta, ndërtime, skulptura, të vetësia dhe mitet. Për të treguar artin historik, ne kemi përgatitur një kështjell, e cila përbëhet pamure të larta dhe rojet të cilat e ruajnë kështjellin. Mbreti zotëron kështjellën dhe të gjithë mbinen në urdhrat e tij. Dhe kemi dhe shtresa shoqërore të tjera të cilat janë të rëndësishme, si buka, konti, fisnikët. Dhe bujkropët janë shtresa më e ulët shoqërore. Gjatë rritjes së tyre bëhet disa kocka bashkohen dhe numri përfundimtar i kockave të një të rrituri është 206. Arti dhe anglishtja shpreh nëpërmjet shprehjes krijuese, ku mund të vizatosh, ose të flasësh anglisht. Dhe përmjet veprave artistike ku mund të shohim piktura, skulptura apo foto dhe mund të mësojmë të shprehim ndjenja, forma, ngjyra dhe skena me anglisht. Në muzikë ose këngë, mund të fjalët të reja mësojnë nëpërmjet ritmit. London is the capital city of England. Big Ben is the house of parliament of Elizabeth Tower and it weighs 13 tons. And in the middle of Big Ben is a very big clock. And when it's ringing, it makes very big noise and all the people hear it. Non sapevo che il giorno è bianco, non sapevo che la luce accetta il correre e fermarsi ancora prima. Mësuesja Aurora Dërka, e cila i mbështeti nxënësit gjatë gjithë projektit, falenderoi nxënësit, prindrit dhe mësuesit për bashkëpunimin në realizimin e ekspozitës. Dua t'ju falenderoj të gjithëve. Në radhë të parë fëmijët për këtë punë të bukur që na dhurua sot, me kaq javë impenjime, punë, sforcë, lodhje, mërzitje, kënaqësi të gjitha bashkë. Falenderoj ju prindër për mundësinë që na keni krijuar, për gjithë hapësirat që na kanë vënë në dispozicion, si dhe të gjithë mësuesit, të çdo lëndë, për të gjithë mundësinë dhe hapësirat që ne ta realizojmë këtë ekspozitë sa më të bukur që fëmijët sot dhuruan dhe që ju ishit bashkërisht me ne. Faleminderit gjithëve.